Maria Branjas, gruaja më e moshuar në botë, e cila ndëroi jetë në Spanjë në gusht 2024, në moshën 117 vjeçare, mund të ketë mbajtur brenda vetes çelësinë e jetëgjatësisë. Shkencëtarët spanjoll, që analizuan gjakun, ADN-n dhe shëndetin e saj të përgjithshëm, zbuluan se, megjithse mosha kronologjike ishte shumë e avancuar, biologjikisht trupi i saj dukej shumë më i ri. Mostrat e marra para vdekjes treguan se Branjas kishte nivel shumë të ulët inflamacioni, shëndet të shkëlqyer të zorëve dhe një profil gjenetik rinor. Ajo kishte gjithashtu variante gjenetike të rralla që e mbronin nga sëmundjet të zakonshme, si problemet kardiovaskulare, diabeti dhe sëmundjet neurodegenerative, si Alzheimer apo Parkinson. Studiuesit i quajtën këto të dhëna të jashtëzakonshme, pasi ofrojnë prova të reja se procesi i plakjes mund të ngadalësohet. Përveç gjenetikës, mënyra jetesës së Branjas duket se ka luajtur rol vendimtar. Ajo ndiqte një dietë mesdhetare, konsumonte rregullisht 3 kos në ditë për të mbajtur shëndetin e zorëve. Kishte urar të qëndrueshëm gjumi, ushqehej në mënyrë të balancuar dhe bënte aktivitet fizik. Leximi, muzika dhe kujtesi për kopshtin e mbanin mendërisht aktive dhe të lidhur me jetën sociale. Studimi, i botuar në revistën shkencore Cell Reports Medicine, tregon se plakja nuk shoqërohet domosdoshmërisht me sëmundje të rënda. Sipas ekspertëve, kombinimi i faktorëve gjenetik me një stil jetese të shëndetshëm mund të jetë çelësi për të jetuar më gjatë dhe me shëndet më të mirë. Maria Branjas lë pas jo vetëm një rekord mbreslënues, por edhe një dëshmi se jetëgjatësia nuk është thjesht fat, është edhe kujdes për trupin, mendjen dhe mënyrën se si jetojmë çdo ditë.